Këto pamje janë në Kosharisht, por kanë një toponim në vete. Jam pikrisht tek lugu i Kadrinimanëve, ku pak më tej kanë qenë sobat, kështu janë quajt, për arsye se kanë qenë pak më të veçanta se stanët, sepse janë ndërtu prej gurë, ose edhe prej drasa, por kanë qenë për kohë të ftoftë. Për shembull, barinjt kanë nejt në pranverë të hershme ose në vjesht vonë, madje edhe i kanë dimnu vend këtu, sepse kanë kusit verë, se kanë pasa ushqimin për to, mandej vetë kanë gatu dhe janë ushqime prodhimet qumshtit. Mandej këtu kanë qenë të rrethuara këtu pjesë, ka pas livada dhe janë quajt edhe ograxhat e Kadrinimanëve. Ndërsa këtu është kroni ku ata kanë marrë ujë, një kru që është atraktiv për kohën e sotme, sepse është në atë formën e natyrshme që kanë qenë dikur krojet, me lug dhe gur druri. Mandej kush e shef këtë gur me këta ujtë këthjelt e të ftohtë, s'ka se si mos t'ketë nostalgji për të kaluarën, kuptohet ata që kanë jetu në bjeshk, e sidomos ata që janë në gurbet. Janë pamje që i takojnë një idile, një natyre të bjeshkës, që njeriu ndonjëherë edhe hipnotizohet nga të gjitha këto që na rrethojnë, gjelbrimi, mandej edhe kënga e zogjve. E dikur kishte gjallëri më tepër, sepse bjeshka ishte përplot me bagti, përplot me njerëz. Dëgjoshin kumont e bagtive, po edhe hylli, e mandej edhe zërat, vikatjet e çobanëve. Unë nga këtu miq të nderuar ju përshëndes dhe uroj të kaloni një ditë sa më të mirë.